Mirë, më rikthyer, është momenti që tani të ndalemi në këtë fillim jave tek 12 shenjat e zodiakut. Si do të jetë dita për to, a do të ketë ndonjë që do të jetë disi më e favorizuar se tjetra, a do të ketë ndonjë që do ta ketë fillimin e javës paksa të vështirë, mbetet për të parë në këtë parashikim profesional nga Paulo Fox, një nga astrologët më të njohur edhe më të besuar në të gjithë botën. Ne po nisim menjëherë me shenjën e parë, jemi së pari me parashikimin për dashin. Kjo ditë sjell një klimë më dinamike në planin profesional. Planetët favorizojnë iniciativën dhe mundësinë për të vënë në dukje aftësitë personale. Në punë mund të lindë një rast për të treguar talentin, sidomos në projekte që kërkojnë kreativitet dhe vendimarrje të shpejtë. Financat mbeten të shëndrueshme, por këshillohet maturi në investimet të nxituara. Nëse keni një ide të re, është momenti i duhur për ta zhvilluar, por jo për të rrezikuar pa një plan të qartë. Ky ishte parashikimi për shenjën e dashit. Tani të shkojmë tek shenja e radhës, duke pritur e duke shpresuar që për Demin, ashtu sikur se ne shpresojmë për secilën shenjë të horoskopit, të jetë një ditë e mbarë. Për Demin java nis me një ritëm paksa të ngadalt, por kjo nuk duhet që t'ju demoralizojë. Mos e humbisni forcën, mos e humbisni buzëqeshjen. Pas dite, energjia do të rritet dhe vjen me një qartësi akoma më të madhe për vendime që lidhen me karrierën. Ka shanse që një sukses i kohëve të fundit të hapë rrugë për projekte të reja. Në aspektin financiar, duhet të mendoni si ta shfrytëzoni më mirë një mundësi që po shfaqet, e cila me shumë gjasa, paktën sipas mënyrës se si yjet janë pozicionuar, mund të shfaqet diku tek mesi i kësaj jave. Datat e ardhshme pritet që të jenë të rëndësishme për vendime profesionale. Kjo situata sot, edhe ndoshta edhe për gjithë javën për shenjën e Demit, se me sa e pam, nga parashikimi ishte një situatë e cila në afat gjatë favorizonte. Pra, nis sot me ritme disi të ngadalta, por shpresat sa vinë dhe fuqizohen me kalimin e kohës. Shkojmë tani tek shenja e radhës, jemi tek binjakët. Për binjakët, fillimi i javës sjell disa dyshime në lidhje me një vendim profesional të marrë më parë. Edhe nëse ndryshimi është kërkuar nga ju, mund të përballeni me mendime kundërshtuese nga kolegë apo bashkëpunëtor. Kjo kërkon diplomaci dhe durim. Për ata që presin një promovim apo rritje financiare, mund të ketë një vonesë të vogël. Megjithatë, situata pritet që të përmirësohet me ditët në vijim. Shkojmë tek gaforja, edhe pse emocionet dhe marrëdhëniet personale janë të rëndësishme për ju, këtë periudhë vëmendja duhet të përqendrohet tek puna. Pra, harrojeni jetën personale, se bëjmë shaka, nuk është kjo ajo që thuhet në horoskop, por ndoshta duhet të lini pak pas emocionalitetin, dëshirën tuaj për të reaguar në mënyrë impulsive e nxitur nga emocionet. Lëreni më njanë këtë dhe përqendrohuni tek puna, tek profesioni, tek rritja në karrierë. Marsi është një muaj që kërkon vendime të qarta dhe biseda të drejtë për drejta me njerëzit që kanë ndikim në karrierën tuaj. Pra me pak fjalë, nëse keni lënë një bisedë pezull me prorin, është koha që shkoni t'i trokisni në zyrë. Mund të ketë një takim apo negociat që përcakton drejtimin e ardhshëm profesional. Financat nuk janë problem, por kërkohet planifikim më i mirë për projektet e ardhshme. E ardhmja duket se është i vetmi problem që mund të shfaqet gjatë kësaj kohe në financa për gaforen. Shkojmë tek Luani, sa i përket Luanit, është koha për të vepruar dhe për të marrë iniciativën në punë. Disa prej jush mund të kenë ende detyrime financiare apo projekte të mbetura pezull nga e kaluara, por kjo periudhë kërkon përkushtim dhe organizim. Nëse tregojeni të disiplinuar, mund të vendosni themele më të forta për të ardhmen profesionale. Mos e lini pas dore planifikimin ekonomik, sidomos nëse keni kredi ose investime në proces. Pra, sot Luani, patjetër ne mirë kuptojmë plotësisht që është një shenjë ambicioze, ka një nga karakteristikat kryesore të saj, por edhe kryen që disi, paksa, si shenjë, por këto duhet i lërë pak më njanë dhe të bëhet praktik.
të bëhet praktik dhe të marrë iniciativën për të bërë ndryshime të rëndësishme. Shkojmë tek Virgjëresha. Për Virgjëreshën, kjo është një fazë reflektimi për situatën profesionale, mund të ndiheni të pavendosur në lidhje me një marrëveshje pune ose një drejtim që nuk ju kënaq plotësisht. Tensionet nuk do të mungojnë, fatkeqësisht, por presioni është më i ulët se sa në të kaluarën. Pra, jem mësuar edhe me situata më të vështira, mund ta superosh fare thjesht edhe diçka si kjo e sotmja. Në muajt në vijim mund të bëni një zgjedhje të rëndësishme që do të ndikojë në stabilitetin tuaj financiar dhe deri atëherë këshillohet që të analizoni me kujdes çdo ofertë apo bashkëpunim. Mos u tregoni të nxituar, po edhe mos qëndroni brenda një guaske nga e cila nuk dilni dot, duke menduar se si ta mbroni veten. Shkojmë më tej tek peshorja. Sa i përket shenjës së peshores, në planin profesional, kjo ditë kërkon ekuilibër dhe komunikim të mirë me kolegët, gjë që besoj për peshorën nuk mungon ndonjëherë si cilësi komunikimi i mirë. Ka mundësi që të përfshiheni në një projekt të ri ose në një bashkëpunim që kërkon më shumë koordinim. Financat mbeten të qëndrueshme, por është e rëndësishme që të mos merrni vendime të nxituara për shpenzime të mëdha. Qetësia dhe diplomacia janë çelësi për të ruajtur stabilitetin në punë. Kjo sa i përket shenjës së peshores, shkojmë më tej tek akrepi, duke pritur që kjo ditë të sjellë një situatë pozitive për akrepin. Kjo është një periudhë rikuperimi dhe rritjeje profesionale, pas një fundjavë reflektimi, dita e sotme mund të sjellë sinjale të qarta për mundësi të reja. Ata që kanë përvojë dhe kanë investuar shumë në karrierë mund të shohin rezultate konkrete. Në veçanti, fundi javës pritet që të jetë vendimtar për një arritje apo njohje profesionale. Energjia dhe vendosmëria janë në rritje. Shkojmë tek shigjetari. Energjia rikthehet gradualisht dhe bashkë me të edhe dëshira për të ndërmarrë iniciativa profesionale. Edhe pse periudha e fundit mund ketë qenë e lodhshme, tani shfaqen perspektiva më të mira për projektet e ardhshme. Financat kërkojnë ende vëmendje, por nëse punoni me strategji dhe durim, mund të arrini rezultate pozitive deri në fund të muajit. Shkojmë tek Briciapi. Planetët favorizojnë zgjedhjen e çështjeve praktike dhe organizative. Në punë mund përballemi disa sfida apo konkurrencë të fortë, por aftësia juaj për të menaxhuar situata të komplikuara do të jetë vendimtare. Financat kërkojnë disiplinë dhe kontroll të shpenzimeve, sidomos në projekte që kërkojnë investime afatgjata. Shkojmë tek Ujori. Sa i përket Ujorit, kjo është një periudhë që kërkon të lini pas disa çështje të së kaluarës dhe të fokusoheni tek projektet e reja. Në punë mund të ndjeni nevojën për ndryshim ose për një drejtim më kreativ. Financat janë të qëndrueshme, por duhet të shmangni vendimet impulsive. Nëse keni një ide inovative, kjo është koha për të strukturuar edhe për të prezantuar këtë ide. Dhe në përfundim, për të mbyllur me horoskopin ekonomik të kësaj fillim jave, por shkojmë tek shenja e radhës dhe e fundit që janë peshqit. Në planin financiar këshillohet kujdes, ata që punojnë në mënyrë të pavarur ose menaxhojnë një biznes, duhet të shmangin shpenzimet e panevojshme dhe projektet tepër ambicioze për momentin. Kjo është një ditë më e përshtatshme për analizë dhe planifikim se sa për vendimet të mëdha. Duke rishikuar strategjitë financiare, mund të shmangni rreziqe dhe të përgatiteni për mundësi më të mira në të ardhmen. Dhe përpara se t'ju lënë një hapësirë të shkurtër publicitare, kush ka për të lëvizur sot, duke qenë se jeni miq tan të mirë të mëngjesit, duam t'ju gjendemi gjithmonë pranë me këshilla të vyera dhe të rëndësishme, ashtu sikur se është një nga streset tona më të përbashkëta, që është lëvizja në kryeqytet. Për të shmangur të gjitha streset që ne i dimë dhe besoj nuk ka nevojë t'i numërojmë tani, mund të porosisni Blue Taxi dhe vjen me njëherë në adresën tuaj duke ua bërë ditën më të thjeshtë. Aq më tepër, ajo çfarë le të themi ua bën ditën, nisjen e ditës më të mbarë, është fakti që sheh një staf profesional me uniformë dhe shumë korrekt në detyrën e tyre.